Shanto këtu në Tiranë, ka kutit cilat kanë nisur numërimin, do shta kemi kutit e pare dhe rezultatet e para nga Igli. Igli, përshëndetje, mirë mbrëma. Përshëndetje Kilvin, ndodhem te KZZ 36 në shkollën Vasil Shanto, ku po numërohen kutit e njësisë numër 5 në kryeqytet. Është numëruar dhe kutia e parë, i cila e përket zonës së bllokut, dhe kutia e parë ka dhënë këto rezultate. Si ka votuar bloku Igli? Kurioz jemi. Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë 101 vota, Aleanca Madhështore për Shqipërinë Madhështore ka marrë 86 vota, Forca e tretë ka dalë Partia Mundësia me 16 vota, më pas Nisma Shqipëria Bëhet ka marrë 10 vota, Partia Socialdemokrate 4 vota, Koalicioni Atlantikit i udhëhequr nga Lulzim Basha ka marrë 5 vota dhe Lëvizja Bashkë 7 vota. Kjo është kutia e parë në KZZ 36, e cila është numëruar dhe i përket zonës së bllokut. Në fakt, edhe 4 vite më parë, në zgjedhjet e vitit 2021, Partia Socialiste në këtë zonë ka fituar me një diferencë të shkurtër, të pakët rreth 5 vota, por në zgjedhjet vendore të vitit 2023, në këtë kuti votimi, Partia Socialiste ka humbur dhe ka fituar Partia Demokratike, dhe ky rezultat është rezultat i mirë sa i përket pritshmërive të Partisë Socialiste, sepse sipas tyre kanë kthyer pra rezultatin e vitit 2023 për zgjedhjet vendore, ku kanë humbur në këtë kuti votimi pra të zonës së bllokut. Në fakt, KZZ 36 ka në total 96 kuti votimi, numërimi vijon me ritme të ngadalta, edhe pse janë Për çfarë arsye me ritmet ngadalta, Igli? Edhe pse janë 7 grupe të numërimit të votave, deri në këtë moment janë numëruar vetëm 2 kuti, rezultati zyrtar ka dalë vetëm në kutinë e parë, pritet të dalë rezultati zyrtar për kutinë e dytë. Procesi vijon me ritme të ngadalta, ka një prezencë të shtuar të numrit të vëzhguesve, sidomos të Partisë Mundësia të Zotit Agron Sheja, të cilët po shohin imtësisht çdo vot për partinë e tyre. Dhe pikërisht për këtë doja të pyesja për eksponentët dhe a ka tensione, Igli, se duke qenë se KZZ-ja aty ku e vendosur ka qenë një ndër KZZ-t vendimtare në zgjedhjet e 2011-s për Bashkinë e Tiranës, ku Lulzim Basha aso kohë fitoi me një diferencë të vogël votash, dhe pikërisht aty është bërë gjithë lufta në fund, pati një numër të jashtëzakonshëm qytetarësh në krahasim me numrin që ka kapacitet palestra e shkollës Vasil Shanto. Kështu që ndaj doja të pyesja, ka ndoshta tension aty apo jo? Është situatë e qetë? Deri në këtë moment nuk ka pasur tension, është një situatë e qetë, edhe për shkak se janë dëmuar shumë pak kuti votimi, pra vetëm një kuti votimit për të cilën kanë dalë rezultatet zyrtar, ndërsa për kutinë e dytë presim nga momenti në moment rezultatin zyrtar, edhe pse njësia 5 njeh një bastion i së majtës. Ajo që kanë vënë re është që numri i vëzhguesve në fakt është i lartë nga Partia Socialiste në këtë qendër numërimi, po ashtu edhe nga Partia Mundësia, dhe po shoh një numër të pakët të vëzhguesve nga Aleanca Madhështore për Shqipërinë. E qartë. Mirë, Igli, faleminderit për informacionin që ndave me ne. Nuk e di nëse do të qetësohesh dhe ti apo do të kemi komunikime tjera në vijim, gjithsesi na mbaj në dieni dhe në kontakt për çdo gjë që mund të kesh, na kontakto që të lidhemi drejt për drejt. Faleminderit juve. Do të shkojmë